mesazhi është ky, që një individ i cili konkuronte në një show mediatik nuk pati durimin të kërkoj një ndjes të dytë që për shembull në rastin e parë që u eliminua ishte për diçka tjetër, u eliminuar për një fjalë të cilën nuk dua ta citoj. Pra, në vend të kërkoj një ndjes publike dhe të ishte e sinqert, ai çfarë bëri? Bëri një masakër. Çfarë? Goditi një person i cili vjen shqiptar i Kosovës. Pra, ai nuk e kishte për lojën. Unë mendoj se ai e kishte për rastin e parë pse u eliminua. Akoma më e rëndë. Nuk kemi të bëjmë me veprën penale, se veprën penale do diqet nga personi vetë. Aty do të themi që aty kishte plasur një inat personal, sepse në të dyja rastet kemi të bëjmë me dy çifte, të cilët njëri, pra Gjes në rast konkret, ka qenë lojtar i cili ka nxjerrë këta jashtë, dhe ky tani erdhi momenti ta nxjerrë jashtë, edhe i hapi derën. Ku është problemi? Po, ishte sërish ai që i riktheu sërish në lojë. Po edhe ai i riktheu në lojë. Pra, shikoni sa zëmërgjërsia e gjerë është e një personit, duke të sharë, duke të u eliminu, edhe pa qenë vendos veto ai vetë për kundërshtarin e tij, e fut përsëri brenda që të tregoj edhe në sy të Kosovës dhe Shqipërisë që unë e fal atë gabimin që bëre. Dhe përveç kësaj, televizioni bën diçka tjetër akoma më të bukur, e rifut përsëri në lojë, që të pastroj figurën e tij se është djalë i ri. Dhe këtë gjë ai nuk e merr duke thënë edhe një faleminderit, e merr madje duke bërë edhe një vepër penale, pavarësisht a do ndiqet apo dënohet, nuk ka kuptim. Në të mëparshme Jozi? Si? Ka patur ndoshta të bëjë më përpara me ligjin Jozi? Për këtë nuk e di, të jem realist, nuk kam informacion, por njerëzit të cilët kanë një paraqitje të tillë fizike në kuptimin që bëjmë vepra të tilla, normalisht që mund të kenë indicje që ka pasur në të shkuar në veprime të tilla, sepse do të kemi parasysh diçka edhe nga studimet psikologjike që ndodhen nga sjellja e njeriu, që njeriu i cili është për shembull që godet një person, nuk është se po e bën për herë të parë. Tjetër është konflikti verbal, tjetër është konflikti i cili është me fjalë dhe tensioni dhe lart, po tjetër është të bësh një veprim fizik, duke e goditur tjetër, duke e cenuar tjetër, duke e dëmtuar tjetrin. Pra do të thotë mesazhi që ai vetë bëri, pra dëmtoi veten e tij, ishte treguesi i qartë që nëpërmjet kësaj loje tregoi personalitetin e tij duke ofenduar dhe goditur edhe kombin shqiptar. Pse jo? Sepse fjalia që e ka thënë përpara ka qenë goditse dhe ajo gjë është treguesi i qartë që ai ka një mledh të brendshëm.